Ke patur të raste ku prindrit vinë dhe thonë që duan t'ja heqin telat fëmijëve vetëm për faktin që ata bullizohen në shkollë, bullizohen nga miqtë e shokët e tyre. Po kanë ditë vështira nga kjo zgjedhje që është për të mirën e tyre, por nuk është kuptuar fort nga njerëzit që kanë rrotull. Patjetër, domethënë mbaj mend edhe këtë e them shpesh, ka qenë shumë e theksuar më përpara. Ndoshta sepse fëmijët që vinin tela ishin më pak, ndoshta mund të qanin në moment që vinin tela. Ishte problem shumë madh dhe ka pasur shumë raste që kemi ndaluar trajtimin sepse si prindër si fëmia nuk donin më ta vazhdonin dhe është ndaluar. Sot fatmirësisht, siç po thoshim që parë, është bërë më pranuar, bullizimi mbi telat është bërë më pranuar dhe nga fëmijët sepse ekziston, sigurisht ekziston, kanë tendencën gjithmonë të lozin me batuta, po është bërë shumë e pranuar. Pra aparati ortodontik në gojë është një gjë që besoj nuk është më, dhe unë nuk mbaj mend më rastin e fundit që janë ballafaqjuar me një problematikë. Por dikur ka qenë shqetësuese. Ka qenë gjëja më e theksuar. Ishte vështirësia më e madhe. Ne shpeshherë përgatisnim më shumë prindin mbi këtë pjesë sesa mbi vetvete mbi ecurinë e aparatit.